falenderoj organizuesit për këtë platformë, e cila na jep mundësi të ndajmë eksperiencat tona dhe njëherësh të rikonfirmojmë përgjegjësitë e përbashkëta. Dëshiroj gjithashtu të vlerësoj rolin dhe mbështetjen e Eurojust duke krijuar ura të forta bashkëpunimi ndërkombëtar. Ne nuk na bashkon vetëm gjeografia, por edhe përkushtimi i përbashkët për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Asnjë vend i rajonit nuk mundet t'i bëjë ballë këtyre fenomeneve i vetëm. Grupet apo organizatat kriminale janë të ndërlidhura, operacionet janë transnacionale dhe rrjetet e tyre janë shtrirë kudo. Një hetim që nis në një vend na çon drejt fakteve të dyshuarve apo lëvizjes së parave në një vend tjetër. Për të shpërbërë këto struktura, na duhet të veprojmë me vendosmëri, jo vetëm brenda territoreve respektive, por edhe në mënyrë kolektive si pjesë e rajonit. Kjo do të thotë më shumë hetime të përbashkëta, ndarje më e shpejtë e informacionit, besim i ndërsjellë mes prokurorëve dhe një vizion i qartë se gjeografia nuk e pengon, por e ndihmon partneritetin tonë. Përmes bashkëpunimeve me disa vende të rajonit, ne kemi parë këto rezultate konkrete.